ka qenë të detyruar. Prandaj, ajo që ka mendojnë është që nëse qeveria e Kosovës duke u thirrë në kartën e patriotizmit, ndërmerr veprime që mund të jenë legale, mund të shkaktoj pasoja shumë të mëdha sesa përfitimet që mund të nxjerrë nga një veprim i mundshëm. Nuk është zgjidhje që vetëm me forcat të policisë mund të ketë pasoja, nuk është zgjidhje vetëm me forcat të policisë të tentohet të detyrohet integrimi i komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Pra, këto dy sektorë janë më të ndjeshëm se sa të zëm çështjet administrative që janë trajtuar në institucione tjera paralele, ku është shkuar me polici të mbyllën. Policia duhet përdoret për segmentin kriminal. Kur po them kriminal, ato segmente që veprojnë në kundërshtim me ligjin e çështjat ku prek në politikë është organizimi i serbëve në veri, në institucionet që ne njohëm si paralele, që janë jashtë rregullatives ligjore rreth skemes organizative që shteti i Kosovës e ka, duhet të trajtohen me kujdes. Dallon një bond kriminale që dele frikson dikan, e plaçki dikan, e kërcënon dikan, prej atyre që shkojnë në një shkollë edhe e shohin organizimin e atij komuniteti jashtë strukturave shtetit të Kosovës. Do thotë nuk duhet të ngatrohen këto dy çështje. Nëse ti arreston një grup kriminal atje, nuk ka me pas reagim, përkundrazi. Edhe nëse dikush nuk të rënë pse e bone, po flas për faktorin ndërkombëtar, kur ti e dëshmon që janë në zonë armë, në zonë uniforma, në zonë municion, kërkush s'mundet me të akuzu pse. Por nëse ti shkon me polici dhe mbyll një shkollë dhe nxjerr fëmijën për asaj shkolle, edhe krijon skema ato gjithçysh do të ketë reagim. E prandaj për këtë pjesë, mendoj që duhet të ketë komunikim i qartë me faktorin ndërkombëtar, dakordim për hapa, edhe pse është shumë vështirë për shkak që e trajtojnë me një ndjeshmëri bukur të madhe. Patjetër që do të merr kohë, por nëse ka insistim, ka plan të qartë, komunikohet qartë, bëhet publik, aty në qytetarët në veri duhet ju tregohet që lista serbe që thirret në kartën e patriotizmit financohet nga buxheti i shtetit të Kosovës. Ata kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor ku KQZ-ja ka organizuar. Me logo, me stem, e kanë thonë në Kushtetutë Republikës me betim që është pjesë e ligjit për zgjedhjet. Dhe ata me sistemin shtetëror të Kosovës, de facto de jure e kanë pranu, për me përfitu, ata marrin paga prej buxhetit Kosovës, përfitojnë prej të qenë deputet këtu, privilegjet e deputetit. Edhe një qytetarit zakonshëm atje, që mund punoj me bujqësi, që ka 100 hallet veta, edhe është i komuniteti serb, ka pak informacion, edhe duhet një komunikim, po thëmë shumë agresiv, që të bindën që këta që për thrasin e patriotizëm, që Serbia këtu, ashtu,